Janë dy anë të medaljes, të hapë shumë rrugë, sidomos në karrierë, ato që i ceket e do me thonë, ki prej kujna me marë kritika, ki prej kujna me marë këshilla, aq ma mirë kur janë familjarë të tu, po ana tjetër e medaljes po, din me të pezullu, këgja mirë, ani pse unë nuk jam naj faremre shumë i njohun në industri, kam hala hapat e parë, po që me të vërtit dush me këshyr me detaje çdo sen që e bën për shkak të emrit, të integritetit edhe të asaj që neve na përcjell si familje. Po që ma shumë ka të mira se sa të këqija, kështu që unë jo mirë. Ti e mirë. Ti se ke problem me thënë ti e motra e Albina Kelmendit, ha? Jo, e mbaj këtë titull me shumë krenari. Nga njëherë këto motrat, sidomos kur duan me ndru kohje komplet të profesionit, kam rastis vetë me i thonë, po më vjeni natë që po njihem si ti, se me njerë po mendojnë që edhe unë kam të njëjta synime në karierë, po. Gjithsesi, besoj që është shumë këndshëm kur flet me pasion për karierën e suksesshme të dikujt. Për anës artistike ti theje veç në hapat e parë, e neve me njëherë në alinë pyetja e çka po pret, pse nuk kemi punë ma intenzive në aspektin e muzikës, edhe atë çka mund ta shoh publiku, se ti mund t'jesh duke punu shumë gjatë në studio, po që akoma ndoshta nuk janë nxjerrë si projekte. Kjo për arsye që fillimisht lidhemi tash pak te Eurovisioni. Okej. Kur jam kthy, u kon një rollercoaster i mendimeve se qa po du me bo. Edhe kur, e sidomos tash prap lidhemi te ajo pika që në shembullin kryesore kom Albinën, edhe për një me kom dasht me marrë kohën teme, me vendos nëse është diçka që unë du me u fut në këtë industri. Se nuk është e letë. Momentin që hen ma nuk më nësh me dalë. Më nësh me dalë mas një periudhë shumë gjatë, po prap se prap janë ato gjilpanat, ato therat që të kapen. Edhe une muzikën nuk e shoh si diçka me përfitu prej saj, nuk e shoh si profesion. E kam shumë gjatë shpirtit, edhe nëse e bëj një projekt, nëse e bëj një këngë është thjesht se unë e kam dasht. Nuk menoj asnjë të paktën që tash që shtojnë mua abejt. Nuk menoj me përfitu prej kësaj pune, e du veç për shpirtin tem, edhe pse jo bre se në funditës sa do me qene involvume në biznes, sa do me kone ngritne në karrierë, mas një periudhe kohore unë ala dhe i thash vetit, ka dole breve se cili është seni që ti din me bo, tash flas pa modestin, mas mire. Është që kjo që ti i rrit me të, nuk i ka i del. Kështu që pse s'po bën diçka për qefi, që mos me u shkput komplet, se unë muzikën e kam në shpirt, edhe me u largu prej muzikës është si me u largu prej gjysmës tjetës tem. Për atë arsye, ko marr pak kohë me mendu, se qysh po du me u përkufizu unë në muzikë, edhe jo marr në atë përfundimin që sa një ma i mirë